Apostulli i ditës. Letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 2, vargu 20 deri në kapitullin 3, vargu 3. Në qoftë pra se vdiqet bashkë me Krishtin nga elementet e botës, përse duke jetuar në botë jeni në urdhra, mos kap, mos shijo, mos prek, të gjitha prishën nga përdorimi, sipas urdhërimeve e sipas mësimeve të njerëzve, të cilat duken se kanë dituri në fedashje, në përulësi e në mos kursim të trupit, por nuk kanë ndonjë farë vlere veç se për të kënaqur mishin. Në qoftë se u ngjallët bashkë me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është i ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini ndërmend ato që janë lart, jo ato që janë mbi dhe, sepse vdiqët edhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin tek Perëndia. Ungjilli i ditës. Lukaj, kapitulli 17, vargjet 26, 37, kapitulli 18, 8. Edhe siç u bën në ditët e Noes, kështu do të jetë në ditët e të Birit të Njeriut. Hanin, pinin, martoheshin, martonin, deri në atë ditë që hyri Noeja në ark. Dhe erdhi përmbytja dhe i humbi të gjithë. Kështu si u bë edhe në ditët e Lotit, hanin, pinin, blinin, shisnin, mbillnin, ndërtonin. Edhe ditën që doli Loti nga Sodoma, rashi zjarres qufur nga qielli dhe i humbi të gjithë. Kështu do të jetë në ditën që do të shfaqet i Biri i Njeriut. Në atë ditë, kush të gjendet në dhomë, edhe enët e tij brenda në shtëpi le të mos bresti ngrer. Edhe ai që të gjendet në ar, gjithashtu le të mos kthehet prapa. Kujtoni gruan e Lotit, ai që do të kërkojë të shpëtojë jetën e tij, do ta humb, edhe ai që ta humb do ta ruaj. Po ju them juve, atë natë do të jeni dy veta mbi një shtrat, njëri do të merret e tjetri do të lihet. Dy gra do të jenë duke bluar bashk, njëra do të merret, e tjetra do të lihet. Dy do të jenë në ar, njëri do të merret, e tjetri do të lihet. Edhe ata u përgjigjen dhe i thonë, ku o Zot? Edhe ai u tha atyre, ku është trupi, atje do të mblidhen shqiponjat. Ju them juve, se do t'ua jap atyre të drejtën për së shpejti. Po kur të vijë i Biri i Njeriut vallë, a do të gjej besimin mbi dhe?